Jeta private e kryeministit Edi Rama ka patur gjithmonë interes për publikun. Ai është ndryshe nga politikanët e tjerë, themi ndryshe në stilin e veshjes, ndryshe edhe në lidhje me shtëpinë që ka ndërtuar. Kryeministi me familjen e tij jeton në Surrel, por ajo që të bën përshtypje është forma e jashtme e shtëpisë dhe fakti se shtëpia e tij nuk ka dritare dhe balkon. Nuk dihet se çfarë zgjidhje teknologjike ka bërë Rama, por ajo që evidentohet jashtë me sy të lirë është fakti se shtëpia nuk ka dritare. Në bazë të rregullave, kryeministri, ashtu si dhe shumë funksionarë të tjerë shtetëror, kanë detyrim ligjor për të deklaruar pasurinë. Të njëjtin detyrim ka edhe bashkëshortja e tij. Së fundmi, Linda Rama ka deklaruar se ka bler një apartament në Tiranë me sipërfaqe 107 metra dhe me vlerë 500.000 euro. Bashkëshortja e kryeministit Edi Rama ka deklaruar se burimi këtyre lekëve është puna që ajo bën si konsulente dhe të ardhura nga qeradhënia e objekteve që janë në pronësi të saj. Shtëpia e re që ka bler është e mobiluar me klasë dhe shumë stil. Çdo gjë është e kuruar deri në detaje. Linda Rama deklaron gjithashtu se ka bler dhe një ullishte tjetër në Surrel me sipërfaqe 781 metra katror dhe me vlerë 39.000 euro. Ndërsa Edi Rama, përpos pagës si kryeministër 27.000 euro në vit, ka deklaruar edhe $50.000 të ardhura nga puna artistike, pra nga shitja e pikturave. Duket se jeta private e kryeministit Rama dhe pasuritë e tij dhe familjes së tij po shkaktojnë gjithmonë më shumë diskutime. Por a është kjo vetëm çështje private apo ka edhe një ndikim në mënyrën se si perceptohet figura e tij në sytë e qytetarëve? A është e drejtë që politikanët të kenë një jetë private kaq të veçantë dhe pasuri të mëdha? Presim mendimin tuaj. Shkruani në komente çfarë mendoni për këtë.